nuk vjedh e straf kolla, a kupton? Dhe du njerëzit shumë. Ato më thonë, ti do, Sot, si me duket me thonë, do me, shumë me femna atë me. Pse? E bën ti këtë gjë? Shiko. Pa fol. Haprit. Ashtë. Bravo. Po flasim për shërbimin e transportit publik, për urbanët. Ju, si pensionist, përdorni urban apo jo? Jo vetëm që përdor. Po e kam përdor që kur isha këtu student. Domethënë kur nuk njëveshin autobusat, po s'kishte autobusat. Ishte pa makina si sot. Dhe ato janë të domosdoshëm autobusat. Po janë të domosdoshëm në një kuptim. Për të një që do shkojnë punë, a kupton. Një pensionist si kur jam unë, për shembull, këtu tani, kam problemet e mia, po që do të lëviz. Po. A gjeni ju? Jo për të futur si që futeshin para disa vjetëve. A kupton? Si që kishte karrocën me plehra, me mthet thashe, me fëmije, me mthet, në derë të autobusit e marina. Vazhdon edhe sot të vijë zonjusha për shembull me një ose dy fëmijë dhe të shofi ku mund të vendosi fëmijët, jo vetën e vetë. Në kohën që ato fëmijët, shqyr që i ka ba, nëse s'ka njerëz të investojë se tani, a kupto, të qojnë për kopshte e qerë dhe të thashe njërën tjetër, të dali ke një mike, ke një tjetër me mundësit e veta, po jo në këtë autobus. Pra ju thoni që... Prit të shi. Flas tonën për autobusat. Të duam dhe ne. Ne duam... Për këtë ta Si e fola. shikon një... Nuk flas të ashti qëllimin e autobusit. Po, Më kujtohet, se unë kom marrë që në komunizmit të. Tiranë. Nuk kom marrë tani me këto rebelimet e... Tiranë si vjetër. E menër me thonë demokracisë që vendosi sala me shumë. Ashtu. Pra, ka këto keq kuptime. Keq kuptimi tjetër nga ana e kompanive të autobusit. Para disa vitëve më kujtohet që vetë, dhe me thonë kryeministri, që unë e falenderoj për gjitha problemet që e ka ndryshu Shqipërinë, se s'kishte për të ndryshu fare. Do të ngelte me ato palacionet e nërmëritës, që mjaftot mirëshin pranin e një personit vetë në Partinë Demokratike që i themu sot, dhe të bëte 99 në mënyrë anormale si që i bojnë edhe sot. Edhe sot, ato deputet e demokracisë, llogaritë arritën deri në djegjet mandatit. Shkuptim ka të kërkojnë mandat të dytë ato me nërmëthanë nevojtore nga ky popull. Qoftë si do qoftë populli. A kupton? Po është popull. Pra ne se paskim për problemin tek autobuzat, ne paskim problemin... Pa, bravo. Tash këto kompanit, se këtë desha me thënë, tha vendosi një kompani edi kur ishte krybashkiak. Edhe thanë në mënyrë të lirshme, sa unë kështu i kom qef të flasin njerëzit. Lirshëm. Tha e vendosëm, tha, në një kompani rrugash. Pra, ai e bën me qëllim përfitimi. Nuk e bën me qëllim për shembull që ti vinë ndihmë këtij populli fugara, a kupton? Po. Sa do pak në mënyrë njerëzore. Edhe kjevore e ti arritën në kohën kur të thashë erdhen në autobuset për herë të parë, që në kohën kur isha student, Qa viti bëhet fjalë? pagushin 3 lekë. Qa viti bëhet fjalë? Po, unë Pra, të lartën e kom marrën 64. Unë amile, qikon të asqine, në 64-ën, Tirana ka pasur autobus për herë të parë, po thoni? Jo, ma përpara. Ma Sa u kam bërë në shkollën e mesme aty, ke shkollën e Dakës. A kupto, po du të themi që ato ishin të asaj periudhe nuk u vej asnjë presje. Qesi që ai regjim është i vllajdashur, po të paktën pronat nuk i preku me dorë. Sot u kanë qinë dajzën pronave, llogaritë u kam atje ku kam lind 3 hektare ca, kur i thash njerën, thash se kom dalë që fëmijë i foshnjë. Dhe nuk figurojnë sot. Me një, na pas kanë vonë një nen,
10-45 se që është ky mener më thanë mot neni, që nuk njifet të pronë. Vetëm kush ka qenë aty. Po kush ka qenë aty, ne do dishim mërë. Se imi njerës, do shofim, do manevrojmë. A kupton, do dishim nga shpia, bile vetë ky Sala, se më i thamë Sal, jo Kal, që në fillim, i thot e rinisë e njerëzve, dilni për një jetë më të mirë. Sot thot e ka shpopullu e dirama. Ky Palacio e ka shpopullu. Se nuk duhe thënë kjo fjalë. Duhe ndryshuar ashtu si që ndryshohet. Aty në atë shpi, jetë braktisi shpinaj, e t'hiki e t'hajdru në Greqi e në Itali. E ta lëvizin në urë, më kanë thënë njerëzit, kur isha në këtu më në Gramsh. Në Kalak, në atë teqen e Shëmbërdhënjit të rishim, e këshin ba stacion pyrë, se jam inxhinier pyrë. Edhe mungonin në atë bërthamën punëtore, mungonin nuk vinin njerëzit me punu, a kupton, në fitanishte, në të... Si e shiko, me që kaluam nga tema autobusve, në tem tjerë. Edhe du të them unë tani që këto kompanit i manifestojnë her pas herë të gjëra, se du në leku në do. E shkojnë deri në ngritjen e biletës popullit. Ju si pensioniste, përballoni do të rritjen e biletës? Unë e kom përballoj gjithmonë edhe kur kom qenë studente. Pensionistë jeni mirë sepse ju keni abone falas. Ju dha Lalieri abone falas. Kur erdhëm në fillim këtu, bile kom hangër të shtyre, më thet tash se kanë vendosur një status të përndjekur i politik, edhe më thoshin me këtë status shkon në rrugtim pa falas. Edhe tu erdhe me përmend prapë atë Edin, kishte vendos në stacionet e autobusave tabela me oraret që do lëvizshim në pensionistët pa lek. Mirë, po nuk e kishte llogarit mirë se me ka të bëj. Se shqiptari është shqiptar, Allah, më ndryshoj uniformë. E mbështes ka çik fort Edi me thënë drejtën. Jo e mbështes, se kom thënë ne çunave të mi, atë lasht perenia, është i drejt, është punëtor që nuk e ka shokun. Ta të spaku qa kanë me atë olla që po i vim prapa? Po, për në nese, se mos më lem me u largu. Am kupto bre, se po t'i analizoj gjërat si vëlla, shumë mirë. Jemi tamam shqiptar. Se unë kom 3 gjana, nuk di me rren, nuk rren, nuk vjedh e stref kolla, a kupton? Dhe du njerëzit shumë. Ato më thonë, ti do, me në me thonë, do me, shumë me femle atë me. E bëndi këtë gjë? Shiko, se tani... Ja, të gjë tani, mos të talë me mu. Jo, nuk po talë, mos të thanë që shko ke aje... Se më ka thonë që unë mos bëj intervista. Pse? Po keq kuptohen edhe. Po ju më pse do keq kuptohen, unë po të pyes si një pensionist. Tema është transporti publik. Jo, po e din ato se ka kanë përbabu, pyes llogarit e antarët e byros politike, mu më dukeshin pula. Se thosha, a e ka bën nëna këte? Po. Unë nënë e babë çdo dhelbër në lavdër bishtin e vetë, por nuk kom gjetë hala njerëz që të thëmë, mashallah, që ka si nëna ime ose që ka si babaj.